Rasti Lushtaku me Hani, Nura. Sami Lushtaku ka dalë në punë sot, nuk ka ftesë nga prokuroria. Dje në Skënderaj ndodhi një incident që shpejt mori dhënë, mes Hysni Mehanit nga vetvendosja dhe Sami Lushtakut, kryetarit të kësaj komune. Mehani tha se u sulmuan nga Lushtaku, kurse Lushtaku tha se qytetarët ishin ata që reaguan sepse nuk e tolerojnë sipas tij epitetin Sami Serbia. Mehani, kandidati për deputet, ishte lënduar dhe nisur për spitalin e Mitrovicës. Nga prokuroria në Prishtinë raportohet se për intervistim është ftuar Sami Lushtaku, por nga familja e tij thuhet se kjo ftesë nuk ka ardhur. Mergim Lushtaku ka mohuar një ardhje të ftesës. Kryetari i kësaj komune, Fadil Nura, ka thënë se kryetari Lushtaku ka dalë në punë dhe ftesë të tillë nuk ka. Autoritetet ligjore përndryshe kanë qenë të angazhuar për këtë rast. Ata dje mbastesën shtëpi në Skënderaj dhe morën në mbajtje zëdhënësin e kësaj komune, Amir Lushtakun. Në ndalim për 48 orë u dërguan 2 të tjerë për lëndim të lehtë trupor. Hysni Mehani, në anën tjetër, pas një trajtimi mjekësor, është liruar sot nga Spitali i Mitrovicës.